Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të gjitha falënderimet, të gjitha lavdrimet i qofshin dhe i takojnë vetëm Allahun xhalla shanuhu. Salat dhe selamet qofshin bi Muhammedin a.s. bi familjen e tij, shokët e tij, dhe mbi të gjitha ata të cilët e trasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj gjatësie. Xhamatlit nderuar, vëllezër musliman, sonte do të flasim për historinë e Dhul-Qarnejnit a.s. dhe mësimet që nxirren prej kësaj historie. Dhul-Qarnejni është i përmendur në Kur'an në kaptinën El-Kehf si pyetje që hebrenjët ja kishin drejtu Muhammedit a.s. Do të theksuar, por edhe më vonë do ta shpjegojmë se Dhul-Qarnejni është personi, pejgamberi i cili e ka blloku një popull me lejen e Allahut xhalla shanuhu, duke i shfrytzuar ato dhunti të cilat ja kishte dhuruar Allahu xhalla shanuhu, e që lirimi i atij populli është njëra prej 10 shenjave të mëdha të kiametit. Ata janë Ya'juj dhe Ma'juj, ku më vonë do t'i sqaroj. Dhul-Qarnejni ishte një mbret i mirë dhe ishte i devotshëm. Allahu i kishte dhënë forcën dhe mjetet e sundimit dhe zgjerimit, të cilat nuk i ja kishte dhënë dikujt tjetër më parë. Allahu i ka përmendur disa fragmente që flasin për biografinë e tij të mirë, mëshirën, forcën, sundimin e tij të fortë dhe zgjerimin e ushtrive të tij nga lindja në perëndim, madje edhe në veri. Ku këto janë mjaftueshëm sa për të dhënë një ide të plotë rreth historisë së këtij njeriu, gjendjen dhe rrethanat në të cilat jetoi. Prandaj Allahu i lartësuar thotë: ata hebrenjët të pyesin ty o Muhammed për Dhul-Qarnejnin, thuaj: unë do t'ju tregoj disa lajme për te. Kaptina El-Kehf, ajeti i 83. Domethënë, disa fragmente nga historia e tij është më se i njohur fakti se historitë të cilat i tregon Allahu xhalla shanuhu në librin e tij, pra në Kur'an, janë më të mirat dhe më të dobishme. Në rastin tonë, ai tregoi se i kishte mundësuar Dhul-Qarnejnit mjete dhe rrugë për të arritur çdo gjunjëzim popujsh. Ushtrinë e madhe i kishte dhuru, mundësinë e lëvizjes dhe çdo gjë tjetër që i nevojitej. Në fakt, ai i shfrytëzoi mjetet të cilat i u dhanë, sepse jo çdo kujt i jepen mjetet e dobishme dhe jo çdo kujt që i jepen di të i shfrytëzon ashtu siç duhet. Udhëtimi i Dhul-Qarnejnit në perëndim. Përderisa Dhul-Qarnejnit ju plotësuan të dyja, sepse i u dhanë mjetet dhe ai i shfrytëzoi, me ushtrinë e tij të pamposhtur, ai mbarriti në ultësirat e Afrikës dhe në tokat më të largëta të saj, deri aty sa arriti në Oqeanin Perëndimor, në një vend që kur perëndonte dielli, siç thot Allahu xhalla shanuhu në Kur'an, pasi ai po ulej në një burim të zi balte, që do me thonë, e pa me syt e tij duke perënduar dielli në det, ndërsa deti mbante ngjyrën si balta, që do të thotë se ai mbërriti
apo arriti deri aty ku nuk kishte shkelur asnjë këmbë e asnjë ushtrie tjetër më herët. Mes këtyre kishte besimtar dhe mohues, të mirë dhe të këqij. Këtë e pohon fjala e Allahut xhaleshanu që thot, ne tham, o Dhul-Karnein, mund të i ndëshkosh ata ose mund të u bësh mirë. Mundet që këto fjalë ti ketë thënë ndonjë nga dietarët e atij vendit, ose qëllimi ishte se me anë të forcës që ai posedonte kishte mundësi të zgjidhte dhe të caktonte çfarë do të bënte me ta, ose t'i ndëshkoj ose të ju bën mirë. Por ne nuk duhet të harrojmë se në legjislacion nuk mund të barazohet i miri me të keqin. Prandaj ai e mori një vendim tjetër, siç e përshkruan edhe Allahu xhaleshanu në Kur'anin e Kerim ku thotë, sa i përket atij që bën të këqija, ne do ta ndëshkojmë e pastaj do të kthehet te Zoti i vet, i cili do ta ndëshkojnë me një dënim të rëndë. Sa për atë që beson dhe bën veprat e mira, atij i takon shpërblimi më i mirë dhe do t'i premtojmë atij lehtësira. Pra kjo tregon dhe pohon drejtësinë e Dhul-Karneinit, i cili nuk i ka përzirë të mirët dhe të këqinjt, mirë po i ka dallu, pra të mirët me shpërblim, të këqinjt me ndëshkim. Pastaj e kemi Dhul-Karneinin pas këtij rasti udhëtimit pra në perëndim të diellit. Ai e morri udhën apo rrugën për në lindje. Allahu xhaleshanu u thot, pastaj ndoqi një rrugë tjetër. Domethënë pas kësaj ai veproi me ato mjete që i ishte mundsuar, pasi që i gjunjëzoi zonat e largëta perëndimore, kështu që nisi të zgjeroi në çdo pëllëm toke derisa mbërriti në lindje të diellit, në vendet e Kinës dhe brigjet e Oqeanit Bardhësor. Dhe ky ishte caku i fundit ku mund të kenë mbërritur çliruesit e asaj kohe. Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'anin e Kerim thot, ai e pa të lindte mbi një popull të cilit ne nuk i kishim dhënë gjë për të mbrojtur nga dielli. Pra, në rastin e parë e pam ajetet kuranore që e përmendën se ai e pa me sytë e tij duke perëndu, kurse tani ai e pa duke lind. Kjo do më thonë nuk, pra dhe se Zoti nuk ju kishte dhënë asgjë për të mbrojtur nga dielli. Kjo do të thotë nuk kishin me se të ruheshin nga rrezet e diellit, nuk kishin rroba për të veshur dhe as shtëpi ku të strehoheshin, qëndronin në për male duke ikur nga bota tjetër njerëzore, pra ishin në një nivel me kafshët, ishin kafshërorë. Dhe qëndronin në stepa dhe skuadrone larg për njerëzve. Në atë kohë këta njerëz jetonin në këto kushte për të cilat na tregon vetë Allahu i lartësuar. Qëllimi i kësaj që po themi është se ai arriti atje ku nuk kishte shkelur njeri tjetër. Pra ky ishte udhëtimi i Dhul-Karneinit për në lindje. Pastaj pra perëndim lindje dhe tani e kemi Dhul-Karneinin i cili merr udhë për në veri. Pas kësaj ekspedite u kthye përsëri nga veriu dhe ndoqi një rrugë tjetër që do t'i mundsonte të drejtonte popull dhe të i nënshtronte dhe për këtë synoi shkuarjen nga veriu. Thot Allahu xhaleshanuhu, derisa kur arriti në mes dy malesh.
Do më thonë, arriti në një vend në mes dy bjeshve, dy moleve të mëdhaja, që ndodheshin aty, që prej kur i kishte krijuar Allahu Gjelle Shanuhu, që kishte krijuar tokën, e që ishin larg, e që ishin vargmolesh të mëdha, të thepisura dhe të ngjitura bashk nga ajo zbardhësia, e që qonin në detet lindore dhe perëndimore, e që njihen si vendet ku jetuan turqit. Me këtë kanë rënë dakord komentuesit dhe historianët, por kanë pasur disa dilema apo kundërshtime lidhur me faktin nëse janë vargmolet e Kaukazit, apo diçka tjetër në molet e Azerbajxhanit, apo vargmolet e Tajit, apo molet që lidhen me murin kinez në tokat e Mongolisë. Dhe ka më shumë gjasa që të jetë kështu, pasi ky është dhe mendimi më i qëndrueshëm, pra që lidhen me vargmolet me tokat e Mongolisë, falni. Ai gjeti në atë zbrastir, si lugin, mes këtyre moleve një popull që nuk kuptonin asnjë fjalë apo gjuhë që flisnin dhe kishin vështirësi të kuptonin gjuhën e popujve të tjerë, pra kanë qenë shumë të rëndë. Ata thanë, pra banorët e tjerë ju kanë anku Dhulkarnenit për këta dy popuj. Ata thanë, o Dhulkarnen, vërtet Jegjujët dhe Megjujët janë nga tërëstarë në tokë, po bojnë fesat. Ata janë të shumë në numër dhe u përkasin pas sarzëve të Jefidh bin Nuh. I propozun pasaj diçka Dhulkarnenit. Atë të japim një pagë që të ndërtosh një pend midis nesh dhe atyre. Dhulkarneni tha, ajo të cilën ma ka mundësuar Zoti im, është më e mirë se pagesa juaj, por më ndihmoni mua me krah pune, që do në të thot se Dhulkarneni i kishte të gjitha mundësit, por vetëm aspektin e punës fizike, pra për numër të punëtorëve, kërkojnë nga ta që t'ja mundsojnë apo t'a ndihmojnë. Dhe do të ndërtojnë një pend midis jush dhe atyre. Në çfarë mënyre me çfarë materiali e ndërtoi pendën? Ai ju tha, më sillni blloqe hekuri. Do më thonë, mblidhni të gjitha ato blloqe të hekurit, si të mëdhaja, si të vogla, dhe mi sillni këtu, dhe mos lini asgjë pa sjellë dhe vendosni mes dy moleve. Ata vepruan siç u tha, aq sa hekuri u bë sikurse një mal i madh. Prandaj tha, dhe kur ai i rrafshoi dy anët e thepisura të moleve, pra mes dy moleve që qëndronin pranë njëri tjetrit, afër atij grumbulli, tha, fryjini zjarrit derisa hekuri të skuqet si zjarri. Pastaj tha, më sillni bakër të shkrirë që ta hedh në te. Pra urdhëroi që hekuri të shkrihej me anë të zjarrit dhe lejoi që të hynten mes pllakave të hekurit dhe kështu u lidhën bashk dhe u bën si të ishin mal i madh dhe i lidhur mes dy kodrave. Kodrat është lidh ajo penda. Kjo e realizoi qëllimin për të penguar Jegjujët dhe Megjujët dhe tha, kështu ata Jegjujët dhe Megjujët nuk mundën që ta kapërcenin pendën, dhe as nuk mund që të hapnin vrim në te. Ai tha, kjo është mëshirë nga Zoti im. Por kur të vi premtimi i Zotit tim, ai do ta rrafshoj atë pendën. Premtimi i Zotit tim është gjithnjë i vërtetë.
Pra kjo punë dhe kjo zgjidhje mes jush dhe Jegjujve dhe Megjujve është e përkohshme deri në një afat të caktuar, sepse kur të vi premtimi i Zotit dhe ai t'u jep mundësi nëpërmjet mjeteve të reja madhështore, forcës dhe pasit që të thonë insha Allah, që do të mundëson Jegjujve dhe Megjujve të shkelin në tokat tuaja, e ju që jetoni pranë tyre, madje kur të shkelin lindje dhe perëndimin e tokës dhe çdo pjesë të saj, siç thot Allahu, dhe kur të dalin Jegjujët dhe Megjujët e të shpejtojnë për çdo lartësie. I ka përmend lartësitë për arsye se rrafshinat janë më lehtë për të ecur, por edhe lartësitë apo edhe nga lartësitë do të vërshojnë që na bën me dije Allahu xhalla xhelaluhu që nuk do të ketë pjesë të tokës që nuk do ta ecin duke krijuar fesade, duke krijuar probleme të ndryshme. Mësimet që i nxjerrim nga historia e Dhulkarnenit. Fuqia dhe pushteti janë dhurat nga ona Allahu xhalla xhelaluhu. Pra Allahu thot në Kur'an, ne i dham atij mundësi për çdo gjë. Pra çdo pushtet, dije apo autoritet është dhurat hyjnore dhe është amanet. Prandaj nuk duhet të keqpërdoren mundësitë të cilat na ofrohen. Drejtësia është themel i udhëheqjes. Sa për atë që bën pa drejtësi, ne do ta ndëshkojmë. Pra, Dhulkarneni nuk i kishte ngatruar të mirët me të këqinjët. Sundimtari i drejtë shpërblen të mirin dhe ndëshkon pa drejtësinë pa anësi. Përgjegjësia morale shkon krahas kushtetit. Edhe pse kishte fuqi, Dhulkarneni vepronte me vetdije dhe llogari dhënje para Allahu xhalla shanuhu. Autoriteti nuk e përjashton për ulësinë dhe frikën ndaj Allahut. Udhëheqësi duhet të udhëtojë dhe të njohë realitetin. Ai udhëtoi në lindje perëndim dhe në zona të izoluara në veri. Vendimet e drejta merren duke njohur gjendjen reale të njerëzve. Zgjidhja praktike për problemet shoqërore, ndërtimi i pendës kundër Jegjujve dhe Megjujve ishte zgjidhje konkrete, jo vetëm me fjalë. Pra, dini Islam e vlerëson krahas fjalës e mirë, e vlerëson edhe më shumë edhe punën e mirë. Bashkëpunimi me popullin. Ai kërkoi ndihmën e njerëzve për ndërtimin e pendës. Udhëheqja e mirë përfshin bashkëpunim dhe aktivizim të shoqërisë. Moslakmia dhe sinqeriteti. Dhulkarneni refuzoi shpërblimin material. Ajo që më ka dhënë Zoti im është më e mirë. Pra sinqeriteti i udhëheqësit shihet në moslakmi. Dija dhe teknologjia në shërbim të së mirës. Përdori hekur dhe bakër të shkrirë për ndërtimin e pendës. Dhe e përdori diturin të cilën ja kishte dhënë Allahu xhalla shanuhu. Pra, çdo dije dhe teknologji, çdo aftësi, çdo sen duhet të përdoren për mbrojtje dhe mirëqenie, jo të keqpërdoren. Çdo arritje njerëzore është e përkohshme. Kjo është mëshirë nga Zoti im, kur të vi premtimi i Zotit tim, ai do ta bëj atë pluhur. Pra asnjë fortifikat dhe asnjë pushtet nuk është i përhershëm, por është i përkohshëm. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.